Sot me neve e kemi specialistën e psikologjisë klinike, psikoterapistën, është zonja Fatime Fazliu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Përndryshe punon në repartin e onkologjisë. Në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Dhe dikush mundet me pyet se pse në onkologji, dhe pikërisht tema për sot dhe që do ta trajtojmë është mbështetja e pacientëve onkologjik dhe familjarëve tyre, mbështetja psikologjike. Duke pas parasysh praktikat e mira në gjithë botën, në gjithë Evropën, psikologu klinik është pjesë e ekipës multidisciplinare, duke pas parasysh që kanceri nuk atakon vetëm trupin, po atakon edhe pjesën emocionale, pjesën mendore, kështu që është e domosdoshme në ekip, për vetë faktin sepse kur një pacient ballafaqohet me lajmin për një smundje të rëndë që është kanceri, atëre gjithë bota e tij e brendshme emocionale shembet, kështu që psikologu është aty për ta mbështetur, për të kaluar fazat sa më lehtë që është e mundur, qoftë gjatë marrjes së lajmit, por e gjatë trajtimit të tij. Ka shumë psikologë që janë këtë klinikë? Fatkeqësisht jo, unë jam e vetmja momentalisht si psikologe klinike në cilësinë e specialistes, po besojmë që në të ardhmen do të shtohet numri për vetë faktin sepse gjithku nëpër botë, duke marrë parasysh sidomos Evropën perëndimore, çdo pacient që hyn në onkologji është pjesë e rutinës edhe fillimisht një konsult me psikologun, me fizioterapistin edhe me dietologun, që fatkeqësisht dietologun nuk e kemi akoma në klinikë, fizioterapistat po, edhe psikologun, por numri akoma, domethënë është pak edhe stigma, por kur bëhet gjithçka protokollare atëherë është më lehtë edhe për profesionistin edhe për pacientin. Sepse nganjëherë ka plot pacient që mund vinë me atë idenë që janë të fortë dhe do ta kalojnë, por nganjëherë brenda asaj luajtjes së rolit të qenurit i fortë, automatikisht ndoshta një seancë fillimisht kur është patjetër atë, e kupton që vërtet ka nevojë për ndihmën profesionale të profesionistit shëndetit mendor, në këtë rast psikologut klinik. Edhe përmendje që vetëm një është në klinikën e onkologjisë, sa pacient janë të shtrirë prapërsisht? Fatkeqësisht, numri i psikologëve klinik brenda qendrës klinike universitare është shumë i vogël. Kështu që gjithë lobimi jon si profesionist, pacienta ka shumë në onkologji? Pacienta ka shumë në onkologji, domethënë vetëm në 3 mujorshin e parë me sa kam dëgjuar intervistat prej drejtorit, diku janë 157 raste të reja nëse s'gaboj. Kështu që domethënë jo të gjithë e marrin këtë shërbim, një për mosnjohuri që ekziston psikologu aty, por një edhe për shkak të hezitimit. Po fatmirësisht, duke pas parasysh prej fillimit kur kam filluar punën, diku domethënë vitin 2018, po bën 7 vjet e gjysmë, mendoj që njerëzit kanë filluar, popullata ka filluar të vëdësohen. Gëzon fakti kur pacientët ndoshta pa u referuar nga askush vinë vetëm se shohin pllakatin e hapin derën edhe kërkojnë ndihmën. Do të qoftë pacientat, por e mira është që edhe anëtarët e familjes e kërkojnë ndihmë psikologjike. Fillimisht për pacientin, por kur ulen në karrikë e kupton që ai ka nevojë për një mbështetje profesionale në aspektin emocional të shëndetit mendor. Duke pas parasysh praktikat e mira, unë edhe planin e punës që kam bërë para 7 vjet e gjysmë, kam bërë që përveç pacientëve aty do të marrin trajtimin apo mbështetjen psikologjike edhe anëtarët e familjes. Tash në krahasim me pacientët, numri i anëtarëve të familjes është më i vogël, por ka anëtarë të familjes cilët e marrin në mbështetje psikologjike qoftë për vete, po nganjëherë mund të bëhet një seancë psikoedukimi. Çfarë do thotë kjo? Është kur një anëtar i familjes mësohet se si t'i qaset pacientit familjarit e tij i cili është me kancer, sepse nganjëherë nga ajo dashuria e madhe, nga ajo frika, kur e kupton që njeriu më i dashur po lufton me një smundje shumë të rëndë, atëherë nganjëherë duke i dashur ta ndihmojmë pacientin, mund të ta përkeqësojmë në kuptimin që duke i ndej shumë gati, nganjëherë duke i bërë gjithçka, duke po edhe është shumë interesant pastaj pacientët raportojnë seanca sikur i nxjihet fryma nga ajo kujdesja e stërtepër që bëhet. Kështu që brenda seancave familjare mund të merr pjesë edhe anëtari i familjes, edhe pacienti, dhe ndoshta për herë të parë mësohen t'i thonë gjërat në sy. Çka i pengon, çka nuk i pengon, çka do donin prej qoftë anëtari i familjes prej pacientit, qoftë pacienti prej anëtarit familjes. Cila është edhe ajo ndjenja juaj kur e dini që përballë keni një rast pak më serioz?
Me thënë të drejtën, puna në onkologi ndoshta të rritë emocionalisht, mendërisht, për vetë faktin e kupton që si qenje, krahasoj me qenje tjera, domethënë me gjallësa tjera, e kupton që tek vetja nuk kemi asgjë të sigurt. Domethënë, nuk kemi asgjë që mund ta kontrollojmë, sidomos as frymarrjen tonë. Kështu që ajo që na mbetet në dorë në aspektin ekzistencial është që ne si qenë njerëzore kemi vetdinë dhe ajo që ka shumë e rëndësishme është që të jetojmë tani dhe këto. Çfarë do të thotë kjo? Sepse prej përvojës klinike, ndoshta jo vetëm tek pacientët me kancer, por në përgjithësi të gjithë njerëzit që vinë në seanca psikologjike, aq shumë humbin kohë duke u marrë me të shkuarën, edhe aq shumë humbin kohë duke u marrë me të ardhmen, saqë harrojnë kohën e tashme. Sepse vetëm koha e tashme, minutë pas minuti, orë pas ore është diçka jona. Vin pacientët me shumë pendesa, sikur ta kisha bërë, po është diçka që se ndryshojmë dot. Ajo ka ikur. Vin me atë idenë që çka do të ardhmen, po as atë se ka parashikuar dot. Ne jemi dëshmitar që njerëzit me plot sëmundje të vështira kanë tejkalu, kanë fillu jetën normalisht, po kemi pas aso njerëz shumë të shëndetshëm që ndoshta brenda pak minutave kanë mbyll jetën e vet. Kështu ajo që është shumë e rëndësishme së bashku me pacientin, të përfshi edhe veten, jemi mësu personalisht edhe me ata jemi mësu me jetu momentin, sepse ajo është koha jonë reale, edhe është më e vlefshmja. Tash përpunojnë pendesat nga njëherë, sepse njerëzit kanë shumë pendesa, por kur arrin t'i falësh të tjerët edhe ta falësh veten, atëherë vjen ajo qetësia shpirtërore. Pra prej përvojës klinike, sidomos te gratë, e kom pa që ndoshta ata në jetën e tyre janë përkushtuar për gjithë të tjerët. Sepse zakonisht prej literaturës gratë gjithmonë kanë shumë sëmundje autoimune, për vetë faktin që gjithmonë janë munduar ta mbyllin, ta zbrapsin ankthën e tyre apo zemrimin e tyre, edhe njihen bo si peacemaker. Gjithmonë ato duhet me qenë ato që luajnë rolin në shoqëri, në familje, duhet gjithë me qenë mirë në korrekt të vetes tyre. Kështu që ndoshta ka shumë pacientë që vinë aty, ndoshta thot u ballafaqova me këtë sëmundje dhe fillova me jetu për vete. Edhe unë kështu rrallëherë emocionohem gjatë emisioneve, gjatë intervistave. Edhe shumë interesant, ndoshta ajo mendojmë që vërtet ndonjëherë e humbim komplet ajo që është e jonja, vetja jonë. Edhe fatkeqësisht, e thë me shumë bindje, sidomos Gabor Mate thë që sidomos kanceri hormonal i gjirit vjen sidomos prej stresit të akumuluar edhe prej zemrimit të shtypur. Nuk po themi tani. Kur themi zemrim të shtypur, çka nuk kuptoj me zemrimin e shtypur? Çka nuk kuptoj me zemrimin e shtypur? Jemi mësuar gjithmonë shoqërinë tonë, po në përgjithësi dhe në gjitha shoqëritë, thash më herët që prej fëmijë, sidomos vajzat, mësuan me qenë të mira, mos mi aprish askujt. Me atë idenë që gjithmonë vjen ai kurzimi, është marrë, është turp. Po është marrë, është turp, nuk bën me fol, nuk bën me ja kthy fjalën askujt. Domethënë thjesht ti nuk po mëson fëmin tënd ose vajzën me artikulu kërkesat ose nevojat e veta që janë bazike. E drejta për me marrë fjalën, e drejta për me vendos vetë, kështu që ne, domethënë, sidomos, po flas drejt për raste që, ose paciente që unë isha çdo ditë, e kemi pa gratë cilat, domethënë, kanë jetuar ndoshta me atë idenë që nuk munden me fol, se është marrë, se është turp me kthy dikujt fjalën kuptimin që me kërku të drejtën e vet. Ndoshta nganjëherë ato nuk kanë pas drejt me vendos as për fëmin e vet çka kanë me bë, as që kanë me ushqy. Mos flasim pastaj pjesa ku jeta e saj është dirigjuar nga gjithë familja. Domethënë, ajo është një zemrim i shtypur që akumulohet edhe vjen një moment, nëse në momentin nuk artikulohet në mënyrë të përshtatshme. Gjithmonë sistemi imunitar duke luftu, rritja e kortizolit, vjen një moment kur aty ka me prek gjithçka kush më e dopta. Domethënë, gratë vujnë shumë prej sëmundjeve autoimune, shpethasht 80% grave, qoftë për reumatitit artritis, qoftë për ulçerës, qoftë prej psoriazës, shumë sëmundje tjera edhe kancerit në këtë rast. Edhe kancerit. Po. Edhe kjo është ajo që 80% që e mendojmë është një numër mjaft i madh dhe
Pikërisht këtu ajo që më duket duhet të riedukohemi, të mësohemi për ta kuptuar veten tonë, me shplas këtë kortizol për mos me umbush aq shumë. Po është shumë e rëndësishme. Si ti falim tjerët, si të reagojmë, sepse ka raste kur na zemrojnë, na lëndojnë, po për shkak të rrethit, për shkak të paragjykimeve shumë herë hiqtim, e vëmë atë maskën në fytyrë duke buzëqesh. Sidomos gratë makijazhin që e kanë kështu një anë të fortë për me mbulu për me mbulu, po pastaj brenda vetes ne kemi parë gjithmonë kur themi për një person është shumë i mirë, është shumë i qetë, nuk ja prish askujt. Besoni, dy janë paralelet që mund të jetë një njeri i mirë. Një mund të jetë vetë, më thënë se është krijuar ashtu, do të thonë po, natyrë e tij. Po në anën tjetër, shumica e njerëzve bën shumë të mirë, mos më aprish askujt, sepse në momentin që ata janë rrit me atë idenë që nëse ti më aprish mua, atëherë ti do të mbetesh vetëm. Edhe gjithmonë është ajo frika prej vetmisë, frika prej të qenurit vetëm, ose frika i lën anash, sepse gjithmonë mos harrojmë që na njerëzore në fokus pjesë e asaj ushqimit shëndetit mendor është vëmendja. Gjithmonë na kemi nevojë për vëmendjen e prindit, për vëmendjen mënyrën me na trajtu mirë, me na dasht. E fatkeqësisht prej si fëmijë nëse kthehemi retrospektiv, gjithmonë është kurzu dashnia. Po, e vërtet. Po. Kështu që pastaj është përmbrëncu ai modele. Më thonë, që është të kanë mësu prindrit ti, ke më shku edhe qofte edhe në punë, qofte edhe me një familje të re. Më thonë, ti do të heshtash, ti nuk do të flasësh për të drejtat e tua që ty takon. Ka që rëndësishme që ka sa që mendoj që është absolutisht me shkaktu, do më thonë, po smundjet autoimune, në këtë rast njëra prej atyre mund të jetë edhe kancer ose psoriazat ose ato që i cika më herët. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa sepse kur kthehem në retrospektiv, secili pacient vërtet ka pas trauma gjatë mënyrës që është rrit. Më thonë, në literaturë sot njihen small T's, traumat e vogla. Nuk është një trauma e madhe, për shembull një tërmet, një luftë, ndodh aty për aty, do të thonë mobilizohet organizmi, lufton edhe vjen një moment, do të thonë gjithçka qetësohet. Po traumat që na ndjekin hap pas hapi gjatë fëmirisë, po dhe gjatë rritjes tonë, do të thonë shkaktojnë shumë në aspektin emocional, në aspektin e shëndetit mendor, shkaktojnë shumë dëme. Gjasa ato deponohen. Ato deponohen edhe në momentin që nuk mësohemi ne se si të themi jo, në momentin se si të vendosim kufi, atër automatikisht të qenurit shumë e mirë na kushton me shëndetin tonë, qoftë në aspektin e shëndetit mendor, po qoftë në aspektin e shëndetit fizik. Çfarë duhet bëjmë momentet kur neve na vjen për çajt edhe dalin? Kur neve na vjen për çaj, zakonisht kulturën tonë është gjithmonë e kemi ndëgjuar shprehjen mos çaj se ti je i fortë. Po mendoj që loti ka dy funksione. Një, në aspektin fiziologjik me pastru syrin prej mikrobeve që mund t'i ketë ato, po në aspektin e shëndetit mendor e ka një funksion shumë të madh, shkarkimin emocional. Nganjëherë prej traumave, që ato traumave të vogla që kanë ardhur vite pas vite të një person, vjen një moment kur më lobi frontal i cili është përgjegjës për vetdijen, çfarë po ndodh, i shkput lidhjet me, ne i themi me trurin i cili është përgjegjës për mbijetesën, që është sistemi limbik, duke përfshi amigdalën, hipokampusin. Edhe në atë moment, do me thonë gjithmonë, kur shkputet kjo, pastaj vjen një person që e ka mekanizmin e shtangimit. Duket pacienta tregon që thot, edhe me mkap, edhe me mshtrëngu, edhe me ma fut një shuplak, nuk e ndjej. Pikrisht ky vjen momenti kur pacienti pas një kohe kur trajtohet përmes psikoterapisë ose teknikave, vjen një moment kur çka ne bëjmë është rikonstruktimi edhe një herë i sistemit nervor. Një, kur bëhet i vetëdijshëm pacienti në për çka po kalon, edhe pikrisht kjo pjesa kur një pacient pas një kohë fillon me qajt, fillon me ndje emocionin e vet. Ky është suksesi më i madh, sepse fundja qëllimi i psikoterapisë edhe në fakt i psikologjisë klinike është që pacienti të bjen me kontakt me ndjenjat e veta, emocionet e veta, ti përjetoj ato edhe ti shoh si diçka të integruar në trupin e tij. Sepse fatkeqësisht gjithmonë thash, qoftë nga kultura, po emocionet që është vujtja ose frika,
na dhembin shumë. Edhe gjithmonë tendenca automatike është që ne t'i largojmë ato. Po mos të dukemi, po edhe mos t'i përjetojmë. Po çfarë ndodh ashtu, duke munduar t'i largojmë, ato akumulohen në për pjesë të ndryshme të trupit. E fatkeqësisht e kemi vrej që frika akumulohet në gjaks, stresi në qafë ose në shpatulla, pastaj zemrimi diku në stomak ose te pjesa e gjoksit. Kjo na tregon që shërimi fillon atëherë kur ne bim kontakt me emocionet tona, i përjetojmë ato edhe i shohim si pjesë integrale. Një diçka, zakonisht mundohemi mi largu sepse na dhembin fort. Po, në aspektin fiziologjik, reagimi emocional ose dhimbja është diku më shumë e keni po as shprehjen ku thon mi kalu 10 sekonda. Do të thonë momentin është shumë i rëndësishëm 10 sekonda. Do të thonë në lakurën e gausit, një emocion pikën optimale kur mrin më shumë se 15 sekonda është e pamundur me qëndru, sepse të kish qëndru më gjatë, pjesa që ndodh në hapësirat presinaptike, që është impuls elektrokimik, atëherë kish përthy sikur siguresa. E keni parasysh? Po aq i shkurt që nga dhe aq i gjatë na duket, sepse nganjëherë perceptimi ka të bëjë me atë mënyrën që ndihemi. Çfarë është e rëndësishme është që ne të rrim në atë emocion, ta përjetojmë edhe ta kuptojmë që në aspektin kur lidhet me lobin frontal e kuptojmë që ai aktualisht, domethënë gradualisht fillon të stabilizohet. Pastaj mbet ajo pjesa e dhimbjes më shumë në aspektin e mendimeve, sepse mendimeve ose vendeve ku shkojmë, keni vrejë ndoshta një vend pa pritur, nuk e keni pa kur, po mund të ketë diçka që në mënyrë të pavetëdijshme mund t'ju kujtoj. Edhe shumë pacienta vinë thonë, nuk e di pse u ndjeva ashtu. Po është një diçka që thellë në memorien autobiografike, që është memoria emocionale, është shumë e rëndësishme që i ka rikujtu diçka, po nga dhimbta e madhe përmes me ripërjetu atë dhimbtën super të madhe, lobi frontal më nuk e përpunon. Më thënë, e kur vinë pastaj pacientat, ne kthehemi deri te ajo pika. Më thënë që të rikonstruktojmë ngjarjen, të rifillojnë ripërjetimi, edhe kur një pacient bëhet i vetëdijshëm, të fillon ajo pjesa pastaj qarja, vetëm kemi filluar shërimin. Aty është pika, është një pikë kthesa. Në psikoterapi. Sepse e shoh që tek psikoterapistët ata që kanë praktikuar, që kanë bërë psikoterapi, kur të futen edhe shohin që në tavolinë dhe janë këto peçetat e letrës, salvetat, që në një farë forme kur na dalin lotët ne e kemi ashpërinë me thonë më fal se nuk vuj fal. Zakonisht i thon pacientëve ky është vendi ku kemi filluar me qenë 100% vetvetja. Unë kisha me falenderuar shumë edhe drejtorin e radios Arsim Halilin që nuk kanë ndërhyj dhe në momentet kur jam shpreh që vetë po ballafaqohem me anktin, sepse në politikat tona, në vendin ton fatkeqësisht ende ka stigma, paragjykime, ende jetojnë në atë që të paraqitemi, mendojmë që nëse ke ankth është diçka shumë e ulët, dhe nuk është lënë shumë herë edhe të shprehet qoftë edhe udhëhecit apo moderator, po, sepse jo se çfarë do të thonë njerëzit. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë që nuk ja kam thënë asnjëherë, sepse ka pasur raste ose kishte me pas rast ose edhe ka mujt me thonë që mos me përmend që ki, sepse ka edhe të tillë udhëheca që kanë kërkuar të kaluarën që mos me përmend. Fatmirësisht të shoqë që kemi njerëz me ndje hapur, edhe është shumë e rëndësishme që normal që figurat publike e luajnë një rol shumë të madh, sepse gjithmonë popullat shihen si njerëz perfekt, njerëz që nuk kanë probleme, nuk kanë hallë, nuk kanë ndërte. Edhe momenti që dalin edhe folin figurat publike, atëherë për popullatën është shumë më e lehtë për me kërku ndihmën psikologjike ose mbështetjen psikologjike. Shumë vërtet më pata një përvojë të tillë derisa po kthehesha me taksi për në shtëpi, njëri nga shoferët e kthej kokën edhe po më pyet mos je Laura, sepse e ndëgjoj shpesh, sidomos kur e kam zëvendësu kolegun Kita, është një emision kontaktues, edhe më tha sa e fortë je, shumë je fort,
e Zojat, apo njëkohësisht e kom ndjek edhe intervistën tënde që ishe ballafaqu me Ankthin në një prej mediumeve këtu private që edhe më kishin ftu me fol për Ankthin. Tha nuk ma kapte truni qysh ti sa e fort je edhe me pas frikë edhe me pas ankth. Edhe ja nisa me qesh, thash, këtu janë ato dyat kur ballafaqohen njëna me tjetrën. Ajo se çfarë duket nga jashtë dhe ajo çfarë kalojmë ne nga brenda, sepse edhe moderatorët, edhe njerëzit publik janë njerëz, kanë emocione, mendoj që me njerëzit përditshmëri. dallimi të luajtit rolin e të fortit edhe të qenurit e fortë është kur ne i përqafojmë edhe dobësitë tona apo dhe pikat tona të forta. Edhe kur fillojmë me punu me to, sidomos me dobësitë. Për me punu me to, pasi që ndikon aq shumë, sidomos kur edhe ngritet kortizoli si që tregove dhe kur bëhet në shumë i lartë, ndikon pastaj edhe tek sëmundjet autoimune deri tek shfaqja e kancerit. Edhe pasi po flasim pikrisht dhe punon në onkologji, të flasim pak si mundemi me parandalu veten, apo a ka ndonjë mekanizëm mbrojtës vetës tonë që mos me ngrit aq shumë kortizolin, mos me na shkaktu aq shumë dam nga gjëra që i përjetojmë. Prej përvojës klinike, jo vetëm klinikën e onkologjisë, po në përgjithësi ka prej 2011 që jam në treg, po mendoj që po punoj me klient, me pacient, me natyrave të ndryshme. Ndoshta që thash dy janë problemet më të mëdha me cilën ballafaqohen njerëzit jashtë pjesës të shëgullimeve të rënda shëndetit mendor. Të jesh i mirë me të gjithë, të mos dish të thuash jo, edhe të mos dish të vendosësh kufi. Dhe besoj që shumica këto momente edhe e ndjejnë vetën ose pikrisht ata që edhe ballafaqohen me këto probleme që nuk din me thanë jo ose nuk din me vendos kufi. Së nga njëherë, thash më herët, vinë gra cilat ndoshta ballafaqim me një smundje të rëndë, e kanë rigjet vetën. Edhe kanë mësu qysh me vendos kufi, qysh me thonë ja, edhe qysh mos me qenë e mirë për krejt, sepse në fakt nuk mundesh. Kur një njëri është i mirë për krejt, atëherë diçka nuk është në rregull me atë personin, jo me të tjerat. Sepse nuk mundesh me qenë e mirë për krejt ose për disa prej tyre kur nuk ndon vlera edhe mendimet të ngjashme. Dhe pse shumica jemi të preokupuar me atë se çfarë do të thonë të tjerë. Është kjo ka traumat apo nga ajo se unë thash edhe më herët, fëmijëri? mënyra që na kanë trajtuar, me qenë e mirë, përndryshe nëse nuk je mirë, nuk je vajza jeme, nëse nuk i merr krejt pesa, atëherë që bën çka dosh. Ka njëherë ndoshta personi ka nevojë për mbështetje atëherë kur nuk është i mirë. Jo kur është i mirë, se kur është i mirë na dojnë krejt. Na shumë e vërtet. Po, na kena nevojë me na dash kur ka njëherë na se dojmë as vetën. Edhe me thonë, unë jam këtu për ty. Pavarësisht çka ndodh. Po e keni vrejt momentin që sidomos te fëmijët, momentin që ndoshta kanë më shumë të nevojë, na i largohemi atyve. Edhe normal që ata kanë me gjetë diku tjetër. Metodën dëshkimit kjo, absolutisht. Por në të kundërtën e përkeqësuar. Mendoj që dëshkimi është sendi më i keq që mundem me ia dhënë fëmijës tonë, me kurzu. Si specialiste e psikologjisë, si psikoterapiste që je kryesisht edhe me pacientët me sëmundje onkologjike, sëmundje mjaft të rënda, shpeshherë që përfundojnë me fatalitet. Gjatë psikoterapisë ka diçka që ndoshta e thonë shumica kur vinë te ti që kanë kuptuar diçka derisa kanë ardhur në këtë pikë që ndoshta edhe mundet me qenë edhe fundi i jetës së tyre. Ka diçka që janë penduar, që nuk e kanë bërë, apo... A di qysh, pacientët onkologjik është ka pacient që vinë janë stadin e parë, stadin e dytë dhe normal janë në fazën e trajtimit dhe krejt fokusi dhe mbështetjes psikologjike është qysh më marrë me veten, qysh më ndejt gati për shembull terapisë, qysh me menaxhu ankthin, po ka pacient ka pas prej atyre ndoshta që në fakt që kanë qenë në fazën e fundit edhe më ka mbet në kujtes një pacient, është me ato kemi punu qysh me fal, qysh me i fal të tjerët, po fillimisht me fal veten. Sepse nga njëherë nuk është e lehtë një pacient onkologjik i cili është në fazën e 4 me mësu me shku prej kësaj jete i qetë. Sepse shumica e njerëzve shkojnë me shumë pendesa.
me shumë miraqe. Edhe nga njëherë, ndoshta është hera e fundit ku ata e marrin, që më thonë, halallakon ose për njëri tjetrit, ose kërkim faljen për njëri tjetrit. Mendoj që nga njerë është një detyrë shumë e shejtë, ndoshta kur vjen çaj momenti me që tjetrin paqësisht në botën tjetër. Po, normal nuk është e lehtë. Kryesisht çfarë ju ka mbetur merak nga varet, për shembull një pacient i cili ka qenë moshën më të shtyme, ai ka pas merakun më të madh qysh nuk e martoi djalin edhe nuk ka pa një fëmijë. Ka shumë individuale. Ka dikush që ka thonë që ta kisha këtu jetën mbrapa, nuk i kisha duru kriq ato qa kom durone. Edhe po janë shumë individuale. Po këto kënë këto dyja që më kujtun tani për tani. Kanë kryesisht frikë apo pajtohen me atë caktimin, sepse asnjëherë nuk ndonjëherë edhe me do të thotë edhe mjekësia është befasu me ndryshimin që ka mujt me bo individi në është shumë interesant. Ankthi ekzistencial ose frika nga vdekja është frika universale për të gjithë njerëzimin. Tash secili prej neve e kemi atë frikë. Plus që në shumicën, sidomos shoqërinë tonë është goxha temë tabu. Edhe e para që sjellin pacientët onkologjik në seancën, sidomos të parën është ankthi ekzistencial. Do frika nga vdekja. Po bashkarisht mësohemi me kuptu që jeta jo nuk varet që shtash prej neve. Edhe mësohemi me kuptu që kur ne si qenie njerëzore e përqafojmë dobësinë tonë që nuk e kemi në diktat as frymën tonë, e çka na mbetet neve është ajo pjesa me jetu ditën e sotit, atëherë vërtet për pacientët është një pikë thesa. Është pastaj pjesa kur ti është rikonstruktimi kognitiv, kuptimin që absolutisht unë jam bind, smundja mundet me vështirësu jetën, po kur nuk e determinon sa gjatë ka me jetu. Duhet me kuptu edhe duhet me pranu që jemi qenë jashtë të dopta sa që atë pjesë nuk e kemi ndorë. Çka na kemi ndorë është me ja mundsu vetës me jetu sa më shëndetshëm krahas rrethonave të cilat gjendemi. Por kemi po edhe raste. Për shembull, ka pacient i cili është në stadin e 4, më thënë objektiv me atë kemi vendosur qysh me jetu një jetë sa më komode në krahas rrethonave, me pas më pak dhimbt, më thonë me qenë funksional varësisht prej rrethonave të cilat ai ka. Edhe objektivi është që me jetu çdo ditë, domethënë tu i kriju vetes momente të mira. Po kjo nuk ndodh vetëm me pacientët onkologjik, kjo ndodh me secilin pacient i cili ka probleme me ankthin ekzistencial. Po të gjithë kemi, nuk diskutohet. Patjetër, ata të cilët edhe po ballafaqohen me sëmundjen e kancerit, harrova ta cek që do të thotë mos ta kenë frikë sepse kur janë në fazat e hershme ka shërim edhe i rikthehen. Absolutisht, sot jemi dëshmitar që shkenca ka avancu, fatmirësisht janë mjekimet shumë të mira, edhe ne kemi sot fatmirësisht edhe në botë, po edhe në Kosovë që janë shpallë të mbijetuara dhe janë të shëruara, vazhdojnë jetën shumë normalisht. Dhe me këtë edhe kemi kuptuar se sa e rëndësishme është mendja jona, ose çfarë ne i flasim vetës sonë, edhe se si i sillemi. I bjen kjo që edhe psikologjia e thotë që 90% se si i sillemi ne 10% me ajo se çfarë na ndodh në jetë. Nuk besoj te fati, në kuptimin që ne duhet punojmë, sidomos të mirë me vete. Jemi gjenerata e pikës kthesës, në kuptimin ku duhet me këpu ciklin, sidomos për fëmijët tanë. Edhe në çdo intervistë referohem personit që për mu ka shumë impakt në kuptimin profesional, ka për ma te thot, nëse doni t'ja lëni një dhuratë të mirë fëmijëve tuaj, shëroni veten tuaj nga traumat e juaja të fëmirisë. Kështu që kjo është pika kthesës, që ne pavarësisht që nuk e kemi një problem të shëndetit mendor, psikoterapia nuk është vetëm shkosh të trajtosh problemet e rënda shëndetit mendor. Psikoterapia është metoda me cilën ti mund të punosh me rritjen dhe me ngritjen tënde personale.
Kur thash këta, kur e shëron vetëm për i traumave të tua, do të thënë ti ja ke dhënë fëmijës tënd një dhuratë shumë të mirë, sepse aty kemë kaput ciklin, aty kemë ja dhënë fëmijës tënd një model të shëndetshëm për me jetu, qoftë në aspektin fizik, po edhe në aspektin e shëndetit mendor. Shumë e vërtet. Po kthehemi pak tek familjarët, ata të cilët ballafaqohen me më të dashurit e tyre që edhe luftojnë me sëmundjet e rënda. Çfarë është ajo që duhet ta kenë parasysh familjarët edhe në raport se si të sillen kur e kanë në familje, psikologjikisht si të sillen me dikën që e kanë të smur, por edhe çfarë t'i thonë vetes së tyre? Thash edhe më herët, ka raste kur sidomos fëmijët që janë normal moshës rritur që vinë aty me kërku ndihmë për nënën, për me bën një seancë psikologjike, edhe kur ulën atë karik e sheh që edhe ata kanë nevojë për çfarë mbështetjen emocionale. Për shembull, zakonisht ka pacient ose anëtar të familjes cilët kërkojnë që mos ta di prindi ose personi i dashur që është i smur sepse ai nuk e di. Po 99% rasteve pacientët e din. Kur thash ajo pjesa që familjarët ruhen, mos me tregu, po njëkohësisht edhe pacienti e lun rolin që nuk e di. Edhe aty krijohet një farlloj hendeko në komunikim, një farlloj ndoshta nganjëherë e shohim që nuk jemi në valë të njëjta. Edhe çka bashkarisht mësohet edhe pacienti dhe anëtarët e familjes që gjërat arrihen për me u zbut ankthi mul kur ne ulemi dhe i diskutojmë vështirësi, qoftë edhe frikrat tona. E kjo ndodh me një seancë në aspektin, domethënë seancë familjare, psikologjike. Për shembull, thash edhe më herët, pacient ka anëtarët e familjes që zakonisht i rinë shumë gati me ushqim, mere këto, haje këto, bëne këto, mos re, hajde po dalim po shëtisim, nga njerë kur pacienti e vrin që nuk mundet. Por e vjen një moment, ndoshta ka njëherë krijohet një farë atmosfere e pakëndshme, sepse kur thash i nxjet fryma, nga ana tjetër, kur vjen pacienti thotë unë po du mu trajtu shumë normalisht, nuk po du me bë ata, kushtimisht po i citoj shumicën e pacientëve me pas si gjuna. Edhe kur vinë të dy partë, mësohemi domethënë cila është kërkesa jote për shembull për anëtarin e familjes, atë unë nuk du me më pasi gjuna. Unë kur kam nevojë diçka, du që ti unë e thon vet. Jo ti non stop me mdejt gati. Domethënë kjo është një diçka që ndoshta për herë të parë mësohemi me komuniku hapur, sepse gjithmonë e keni vërejtë në është komunikimi paksa i cunguar, paksa i mangët brenda familjes. Shumë e vërtetë dhe kjo pastaj edhe trashëgohet edhe në shoqëri, po edhe shoqëri edhe në kolektive dhe gjithku. Në momenti që nuk nganjëherë ndoshta gjitha të lashet lindin te keqkuptimet. Sepse kanjëherë ne kapemi shumë për fjalën, po kur nuk e kuptojmë, domethënë me lexu mes rreshtave cili ka qenë qëllimi. Sepse ndryshe është më thon dikujt të mfal, edhe më thon të lutem fal. Ose ndallon. Po, dallon shumë. Edhe është shumë e rëndësishme çush e thomi atë, çush na e transmetojmë atë. Kështu që nganjëherë ndoshta është ai keq kuptimi, edhe mësohemi me kuptu që ka perspektiva të ndryshme. Nëse për mu ky mikrofon është thjesht një mikrofon, edhe për herë të parë jam në emisionin e juaj, për ty është një mikrofon i cili ka shumë kujtime. Është vetjeta. Po, është vetjeta. Ta keni parasysh, nganjëherë keqkuptime ndodhe kur ne nuk ndalemi dhe vendosemi në lëkurën e tjetrit. Unë them që sikur secili të vendoste veten në rrethanat ose të mundohen metafizikisht të jetë lëkurën e tjetrit, besoni kur nuk ish pas keqkuptime mes njerëzve. Shumë e vërtetë. Dhe pasi jemi në fund fare, e përmendëm atë se edhe ndjenjat e shtypura për jetimet kur nuk kemi mundur të flasim për padrejtësitë që janë bërë apo dhuna që na është shkaktuar ai zemrim i deponuar. Është momenti ndoshta ti falim të tjerët, por nuk dim se si ta bëjmë atë. Si duhet në brendin tonë t'i falim ata që na kanë dëmtu për me zbritë edhe këtë ndjenjen e ngarkesës? Është shumë interesant, është një proces që kalon. Zakonisht është pjesa kur ne i urrejmë të tjerët, në kuptimin që na kanë bërë shumë dëm, edhe e kuptojmë që duhet, domethënë në psikoterapi e kuptojmë që urrejtja që kemi nuk i bën dëm tjetrit.
i bën vetëm atij që e ka përbrenda. Edhe është një pikë these kur ndryshon perspektiva, e kuptojmë që sjelljet e tjetrit nuk i kemi nën kontroll. Nuk i menaxhojmë dot edhe nuk i ndryshojmë dot. Do thonë, momenti pikë these është kur ne fillojmë të falim të tjerët, kur e kuptojmë që ndoshta pritshmëritë tona kanë qenë shumë të mëdha për tjetrin, e dyta nuk i kemi sjelljet e tyre në kontroll, edhe çka shumë e rëndësishme që t'i falim jo ndoshta për ata, sa t'i falim për qetësinë tonë shpirtërore. Si ta bëjmë në gjithë? Çfarë të themi vetes në ato momente? Çfarë të themi vetes? Domethënë, e thash edhe më herët, atë se ndryshojmë dot, edhe nga njëherë nuk ja vlen të harxojmë energji me njerëz cilët neve na japin më shumë ngarkesa emocionale. Sepse kur thash më herët, nuk dim të vendosim kufi, neve nga njëherë nuk dim të përjashtojmë njerëzit cilët nuk na bëjnë mundi mirë për jetës tonë. Dhe duhet të ndalemi të analizojmë vetën. Të analizojmë vetën. Sepse veten. shumë momente dhe shumë raste ka që nëse ndalemi dhe pyesim dikën për shembull pse nuk i vendos kufit. Ka dhe gjëra iluzionare që i kemi me persona të caktuar, atë se çfarë kemi dashur apo si kemi dashur të shohim nuk kanë qenë asnjëherë të tillë. Dhe neve na mungon ajo pjesë që ne kemi në iluzion. Që ne kemi në iluzion e kështu që për atë përpunohet. Domethënë ai nuk është ajo është imagjinata që tek e dash një njeri. Po ai vërtetë pastaj psikoterapive diso që nuk është ai vërtetë. Ajo ka qenë imagjinata jote. Psikoterapia në këtë. Unë mendoj që po. Mendoj që po. Është treguar suksesshëm. Vetë fakti që secili psikolog klinik edhe psikoterapist do të shkoj vetë në terapi personale, gjatë shkollimit tonë specialistik kemi pas gjyku 100 orë terapi personale, kështu që mendoj që po. Mendon që po. Po. Ndihesh më qetë për këtë ke përfunduar ato 100 orë? Absolutisht po. Është diçka që e kam shumë të qartë kush jam. Ka pas gjëra që ndoshta i ki vrej gjatë atyre 100 orëve që nuk i ke mendu nga jashtë, po në vetdijen tënde kanë qenë brenda teje. Sepse me thonë të drejtën e kom vrej që nga njëherë e kom pa që sidomos prindrit gjithmonë në shoqëri na është imponu me idealizu. Janë më të mirët, nuk bën prindit mi thonë jo, aty kom pa që ata kanë qenë real, kanë qenë njerëz të gabushëm, nga njëherë për aq sa kanë ditë e kanë bërë më të mirën e mundshme, po jo në mënyrën e duhur. Edhe aty kom kuptu që nuk është ideja me i gjyku, po është ideja që me kuptu që nga njëherë impakti atyre na ka bërë që t'jemi na këta që jemi sot, po kur vedisohesh në ato momente e kupton që ti punon me veten, pastaj kur thash që i shëron ato të tuat për me transmetu një model shumë më të mirë te fëmijët. Ka njëherë aja del, sepse e vren dashje pa dashje gjithë secili, sado që punon me veten, e vren kur del ajo pjesa. Po. Qysh na jemi mësuar se qysh na kanë trajtu kanë nona tona ose baba tona, ose më thonë, për shembull, punoj shumë, kuptimi thom, okay, të kuptoj, po flas për fëmijët e mi, po ka një moment thom, hey, bollsem lodhe. I them, okay, më fal. Ndoshta ky është vëdësimi kur një fëmijës ti i kthesh edhe i thon fal. I kërkon fal. Dhe kjo është shumë madhore. Faleminderit shumë që ishe me neve. Ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Dhe besoj që edhe dëgjuesit janë ndjer ashtu. Intervistën e plot pasdite e keni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, ku ju që se keni bërë subscribe bëheni, dhe tek Radio Kosova klikoni tek videot, aty do e gjeni intervistën e plot. Dhe kënaqësi edhe mua gjatë emisioneve, po marr shumë çka prej këtij ciklit emisioneve që këtu përfundojmë sot me muajin shkurt, por edhe nga e hëna që i bie te data 2 mars do të vazhdojmë me ciklin e emisioneve pikërisht të problemeve të shëndetit mendor. Me neve sërish do të jetë drejtori i psikiatrisë Dr. Faton Kutlovci. Kështu që farë të temi tjetër, vetë se ditë të mbarë sot, vikend të këndshëm, dëgjohemi sërish të hënën pre orës 10. Por në fund të ditës mos harroni që jeta është dhurat, njerë na dhurohet, shijojeni në maksimum çfarë të probleme që jeni duke kaluar për momentin. Unë Laura Kryeziu përshëndes tu, po ashtu dhe operatorja në teknik Fatime Sopjani, dhe përshëndesim shumë edhe mysafirën specialistën e psikologjisë klinike, Fatime Fazliu, psikoterapistën. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.